Edhe kjo është një simbolik. Modelet kanë ekzistojnë. Tash edhe kjo është simbolike, por tash ç'a ndodh? Në Jeruzalem, jo rastisht është edhe toka e shenjtë e tre besimeve monoetnike. Po. Pra, ajo që i ndan edhe ajo dhe i Mund të ketë një status pak edhe ajo i neutral. Unë mendoj që ajo unë mendoj që ajo duhet të ketë një status ndërkombëtar dhe duhet të heqim dorën nga gënjeshtra që Jeruzalemi s'është kryeqytet i Izraelit. Jeruzalemi është kryeqytet i Izraelit. Pastaj që në pjesën tjetër të Jeruzalemit është dhe kryeqyteti arab, është dhe Kuci, Jeruzalemi është edhe Jeruzalem edhe Kuc. Po. Kush e njeh, kush ka qenë si puna ime që ka qenë shpesh, duhet pranoj këtë realitet. Ky është realiteti. Është sikur thuash Nazareti, vendi ku lind, ku e ka origjinën Jezu Krishti. Pak njerëz e dinë, e sheh këtu unazën Mehmet, 20 vjet përpara Nazareti ka marrë. Nazareti duket që nga lindja. Nazareti është 85% arab. Kryetari i bashkisë Nazaretit është arab. Tash është sikur thua që nuk ekzistojnë arabët dhe muslimanët në Nazaret. Tash kjo është realiteti, kjo është e vërteta. Pra çështja është sikundër ne themi izraelitët e kanë të detyrueshme ta njohin pavarësinë e Palestinës, në njëjtën kohë edhe ne duhet njohim vendet arabe. Edhe ne duhet njohim kryeqytet. Kanë pranuar sipas planit arab e pranojnë këtë. Edhe ne duhet njohim kryeqytet Jeruzalemit. Pastaj bie që jemi të sinqertë. Kjo nuk ka problem, ne e kemi njohur. Po mirë, po them edhe për pjesën tjetër, sepse s'duam, të të shpjegoj diçka. Bëjmë vizita zyrtare në të vendeve që shkojnë. Edhe thonë, po bëjmë vizitë zyrtare në Tel Aviv. Në fakt, aeroporti Ben Gurion është mes Tel Avivit dhe Jeruzalemit. Ata rrinë Tel Aviv në hotele, se janë të bukura, shpesh rrinë dhe Jeruzalem. Dhe gjithë takimet i bën në Jeruzalem. Dhe pastaj thonë, jo ishim në vizitë shtetërore në Tel Aviv. Kjo është gënjeshtër. Dhe unë jam dëshmitar i këtyre gënjeshtrave. Kam marrë pjesë në përvjetore. Në 2020 isha në vizitë zyrtare me presidentin Meta, në atë ceremoninë e madhe të kujtimit të Holokaustit e tjerë ishin gjithë kryetarët e shteteve të botës. Në Jeruzalem ishin gjithë. Tash thosh që nuk ekziston në Jeruzalem është një gënjeshtër tjetër. Pra siç është gënjeshtër thosh që nuk do të lejohet shteti i Palestinës, nuk është gënjeshtër edhe kjo tjetër. Duhet me thënë gjëra siç janë. Kulla, në deklaratat e këtyre shteteve të njohës, a është ka vren një vëzhgues kur i lexon ato. Ato e përjashtojnë në secilin deklarat Hamasin nga një çfarëdo qeverie të ardhshme në Palestinë. Kjo është e mundshme dhe është e drejtë kjo? Kjo është një prallë tjetër. Kjo është thua edhe një prallë tjetër. Pse? Sepse realiteti në terren jep komplet të ndryshme. Mehmet Kalisi